Më 14 shkurt të këtij viti, gjykatës ja Krusha për 50 kg drog i kishte dënuar të akuzuarit Muharrem Morina, Niko Llukaj, Sali Selmanaj dhe Nue Karica me vetëm 2 vjet e 6 muaj burgim dhe nga 4.000 euro gjob për secilin. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje për kënd nga Morina, mirë po nuk ka arritur, ndërsa avokati i tij, Xhemaili Çelaj, ka thënë se i njëjti nuk ka shkuar ende në vuajtje të dënimit pasi ka probleme shëndetësore, ndërsa të akuzuarit e tjerë janë në vuajtje të dënimit duke pamundsuar kontaktin me të njëjtit. Si rrjedhoi, prokurori i rastit kishte ushtruar ankesë në apel më 18 shkurt 2025. Apeli, ashtu si edhe në rastin e parë, kishte miratuar të bazuar ankesën e prokurorisë, bazuar në aktgjykimin e datës 4 korrekt 2025. Dënimi ndaj 4 të akuzuarve është rritur nga 2 vjet e 6 muaj në 4 vjet dhe dënimi me gjob nuk është ndryshuar. Avokati të dënuarit Morina, Xhemaili Çelaj, ka thënë se klienti i tij e ka pranuar fajësinë në bashkëkryerje. Po, do më thonë, edhe kanë qenë në bashkëkryerje me 4 persona, Muharrem Morina, me 3 persona tjerë, do më kanë qenë në bashkëkryerje dhe e kanë pranuar kryerjen e veprës penale, edhe dënimi ju ka shqiptuar, do më thonë, nën minimumin e dënimit parapar me kodin penal, dhe është mirë po, do më dënimi është shqiptuar 2 vite e gjysmë burgim dhe për çdo person dhe me nga 4.000 euro dënim me gjob. Mirë po, me ankesën e prokurorisë, dënimi, do më thënë, ka shku, ankesa ka shku në gjykatën e apelit, edhe dënimi ju ka, mandej gjykata e apelit, dënimin ju ka rrit me nga 4 vite burgim dhe nga 4.000 euro.